Loni ditën tuaj, pra keni 2 orë kohë të lirë. Ku shkoni? Ku e pini kafen? Okej, atëherë zakonisht dalim shoqët, ose në qendër Beradit, ose zakonisht te nga lagja, ka lokale nice, le të themi. Lezetshme. Po. Mendoj që kjo është pjesa juaj e preferuar, si e të gjithë neve, ëh? Kemi playground. Time out-in. Por fare. Aty e kaloni kohën tuaj lirë. Mblidheni grup kështu apo shkoni 2-3 shoqë? Zakonisht grup. Zakonisht kur Pas ditën e përfundjava, kur jemi kështu, mblidhemi gjithë dhe shkojmë. Po. Do doni të largoheni nga Berati? Po. Ja, për që jam me sinqer. Pasi kam shumë opportunities në vende të tjera. Kam shumë mundësi. Po. S'ka gjë ta thotë si doj. Madje nga Shqipëria mundësisht. Po, Jo. se ne juas që... E shoh, s'ka problem. Për çfarë do vazhdoni? Unë personalisht do vazhdoj për inxhinieri kompjuterike. E kam pasur shef që kur kam qenë shumë e vogël. Po ti Kristana? Përgjithshme, mundësisht kirurgji nga kjo deke. A do dalësh nga shkolla 40 vjeç, më duket. Atë i themi E kam çfarë? parasysh, po. Ishte mashallah sukseste, po ti jeni? Unë jam midis dy gjërave shumë të ndryshme, midis juridikut dhe enologjisë. Po ti vani. Unë mjekësi të përgjithshme. Raisa? Se kam vendosur Mos më zhgënje. Por që... nga mjekësia. Edhe ti tek Jo e shkencëtori. përgjithshme, po. Ose farmaci ose nuk e di. Unë uroj shumë suksese, bëni zgjedhjet që ju dëshironi të bëni, edhe ato që keni dëshirë, jo ato çka ju thonë prindrit ose mësuesit.